Hapat e para të rrëshqitjes shpirtërore do besimit të fesë janë neglizhimi i detyrimeve fetare, neglizhimi i farzeve, i obligimeve. Aj se ka kohë, aj se s'është pa tjetër me njerë, aj se mundem edhe në shtëpi. Tolerimi dhe lehtësimi i mëkateve, i gjunaheve, aj se nuk është gjë e madhe, aj se ka gjë ala më të këqije se kjo, më të mdhoje se kjo. Aj se Allahu nuk do të më qonë në xhehenem për këtë gjë. Dhe treta, largimi nga shoqëria e mirë dhe e devotshme. Këto janë hapat e parë të rrëshqitjes dhe shenjat e dobësimit të njeriut dhe përkeqësimit të gjendjes së tij. Të kushtojmë rëndësi këtyre tri gjërave, sepse këto janë shenjat dhe hapat e dobësimit të fesë dhe rrëshqitjes së personit, individit. Allahu na forcoft në rrugën e tij të drejtë e të vërtetë.